kemi qenë në agresionin e importit. Dhe natyrisht për shkak edhe të importit, çmimet që kanë qenë apo çmimet që kanë qenë treg kanë qenë të justifikuara pikërisht me këtë fakt. Unë jam drejtuar drejtorisë përgjithshme të doganave. Dhe veçanërisht për produktin që u bë hit në këto muaj e që ishte domatja. E din që bën përshtypje që ka dy zëra, domate dhe domatina. Të ardhur nga Greqia, nga Italia, nga Serbia, edhe nga Turqia. Ky ka qenë importi kyç i joni. Po e dini, janë diku ke 2500 ton në harkun 1 janar, 31 mars, dhe çmimet me të cilat janë importuar edhe janë zhdoganuar, janë vërtet të habisin. Sepse gjithë këtu kanë blerë domatën me 400, me 450 deri në 500 lek për kilogram. Ndërkohë që çmimet e importit janë nga Greqia 56 lek, nga Italia 59 lek, nga Serbia 274 lek, nga Turqia 64 lek, pastaj vim tek produkti domatin, nga Greqia 73 lek, nga Italia 52 lek, nga Turqia 62 lek, nga Spanja 51 lek, dhe prap nga Greqia 54 lek, nga Italia 54 lek, nga Hollanda 311 lek dhe nga Turqia 61 lek. Këto numra janë 5 herë, 6 herë, deri në 10 herë më të lira se sa çmimi me cilin qytetarët shqiptar kanë blerë në treg produktin domatë. Dhe natyrisht që ky është një abuzim skandaloz, veçanërisht në një treg ku nuk qarkullon faturë fiskale.